Për batutje pyetjen a jeni ty gati për zgjedhje? Arvesh, ai doni me nalëm pa pushime. Unë kam një vështrim ndryshe të kësaj situate, për dallim prej shumicës që e para që i shkon mendjen zgjedhjet e reja, edhe jo veç në studio televizive, por realisht sot edhe në kuvend, në mesin e deputetëve, ka qenë tema kryesore sot. Unë mendoj që janë pikrisht partitë opozitare që janë të dasht me na qu drejt një procesi të ri zgjedhor, tu mos vepru ose tu vepru në kundërshtim me kritika që ata i kanë pas dikur karshi neve, kinse që ju jeni faktori ose arsyeja kryesore pse vendi është të shku në zgjedhje. Tash na e dëgjuam pak më herët edhe Bedri Hamzën edhe Lumir Abdigjikun, që e kanë kritiku vetëvendosjen pse ju s'keni hyrë në diskutim mbi çështjen e presidentit para se me formu kuvendin edhe qeverin, po tash krejt ju ka rënë mend, dhe na kanë kritiku vazhdimisht për çato. Po, vetëm se ju nuk i keni ofru, vetëm kështu. Mirë, jo po e mal, veç po e përfundoj. Bedri Hamzës, vetëm se u tha një gjë për çka duhet me e tregu. Në janar të 2026, Bedri Hamza ju ka tregu që nuk mundeni me arë me mu veç për çështjet presidentit. Veç për çështjet presidentit Albini e ka thirr. Edhe këtu në studio tha, me mu s'ki çka vjen me fol për president, s'du me fol për president. Jo tha... Në studiet e unë. Me mu tha s'kish ka fol për president, masi ta konstituesh kuvendin e ta kryesh qeverinë. E këtu e ka thonë që ato. Po, që aty që e dëgjum na bashkë. Po, sepse ka thonë që me mu ki me fol për krejt. Kur është shku në takim me Albinin, Albinin prap nuk ka fol për krejt me Bedri Hamzën. Ka fol me ty mundë me fol sepse nuk e ka pas një ofertë, që është e ka pas për Lidhjen Demokratike të Kosovës që me përfshin në qeveri. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka pasur vijat kuqe para takimit, mas takimit ka thonë... Ka vendos me najt në opozit, sepse e ka kuptu që nuk do të bashkë qeveris lëvizja vetëvendosje me Partinë Demokratike të Kosovës. Gjë që është legjitime nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, është legjitime nga vetëvendosje mos me ofru edhe mos me pas ofert njëjtë për gjitha subjektet politike. Ajo është e kuptueshme, me gjitha të. Kjo ka qenë njëna prej kritikave më të mëdha që e kemi marrë në si vetëvendosje prej eksponentëve politik në vazhdimsi, që nuk është fillu me dialogimi për me ardhur deri tek një marrëveshje, që nëse po e konsideron ju që pas ka qenë gabim, s'po e përsërisem. Hajde po e bëjmë tani që të hapin që ju e keni kërku dikur. Po hymë në një marrëveshje edhe specifikisht me LDK-n pra. Po flasim për një marrëveshje politike ose për një konsensus, këto kënë dy që i kërkoj Lumir Abdigjiku, njërë prej këtyre a i deshti me realizu, edhe po hymë pas kësaj marrëveshje ose pas këtij konsensusi, po e konstituojmë kuvendin, po e formojmë qeverin, edhe po e zgjedhim edhe presidentën, pa pas të lashet më të tjeshme, sepse është shumë e rëndësishme me u formu institucionet në Republikën e Kosovës tash. E tash çka është ndodhë, është që këto parti politike thjesht janë të dasht me bashkëpunu, janë të dasht me çu vendin drejt zgjedhjeve të reja. Na nuk jemi të dasht me kriju një palë zgjedhje të reja, prandaj sot kemi kërku shtesë, sepse po mendojmë që sado që dikujt mundet me ju duk afati shkurtër kohor, një 24 orësh, po brenda një 24 orëshi edhe mundet me ardhë deri tek një dakordem ose një marrëveshje në mes të partive politike, nëse sigurisht interesi parsor është me mendu për të mirën e këtij vendi. Nëse s'është, atëherë munden me dalë në sipërfaqe çështje tjera, të cilat munden me pengu realizimin e marrëveshjes. Ama unë këtu spajtona me këto që e tha Ylli, që tha kryeministri nëpërmjet kësaj që e kërkoi sot afatin shtesë, i ka bo ko vetës, me përfitu vetë prej qësaj kohë. Unë mendoj që neve na ka penalizu, kur po tham neve s'po i referon veç vetëvendosjes, po në përgjithësi si parti politike me ardhë drejt një marrëveshje, problemet e brendshme që i ka pas LDK-ja kohëve të fundit. Pra, na veç kem në diskutim për me ardhë deri tek një marrëveshje, e pam që LDK-ja boni një kërkesë për një kuvend jashtëzakonshëm, ku u shërtojke apo vazhdon apo jo me mbet Lumiri, kryetari kësaj partie politike, dhe kjo goxha do det na i ka humbë. Do det, cilat kishin mujt me u shfrytzu për me ardhë deri tek kjo marrëveshje që na po shpresojmë edhe po presim që na